Provimi gjermanisht e stel B1, po ndaj me ju eksperiencën time se si shkoi ky provim këtu në Gjermani. Kam bërë provimin TELK B1 të përgjithshëm dhe jo provimin DTZ, sepse ka një diferencë ndërmjet të dyve. Duke parë që video ime në YouTube ka marrë shumë shikime edhe komente, vendosa të bëj edhe një Reels. Provimi përbëhet nga 4 pjesë: dëgjimi, shkrimi, leximi dhe e folura. Në fillim bëhen 3 pjesë: dëgjimi, shkrimi, leximi. Në fund bëhet pjesa e provimit me gojë, e folura. Provimi filloi në orën 9 edhe mbaroi në orën 12, pra vetëm 3 pjesët e para u zhvilluan brenda 3 orëve, sa e provimit me gojë është vetëm 15 minuta. Personat që ndodhen brenda në klasë të tregojnë momentin kur fillon një pjesë e provimit edhe kur mbaron një pjesë tjetër e provimit. Ti nuk mund ta hapësh provimin dhe të kalosh nga pjesa e shkrimit tek pjesa e leximit. Fillohet me pjesën e leximit, të duket sikur ke shumë kohë mjaftueshëm, por nuk është kështu, në fakt duhet edhe të nxitosh. Nëse ke përpara një tekst me fjalë shumë të reja që nuk i ke dëgjuar asnjëherë, vendos në punë intuitën, e cila të ndihmon jashtë mase shumë për të zgjidhur ushtrimin. Tek pjesa e dëgjimit duhet të jeni të vëmendshëm gjithashtu. Në momentin që fillon pjesa e dëgjimit, kujdes edhe me fletët e provimit. Të shfletoni fletën e provimit në ushtrimin që është duke u zhvilluar momentalisht. Ka pjesë që përsëriten nga 2 herë, ka pjesë që përsëritet vetëm 1 herë. Kjo gjë thuhet në fillim të audios. Tek pjesa e shkrimit, unë kisha për të kthyer përgjigjen e një emaili dhe do t'i përgjigjesha vetëm pyetjeve që ndodheshin brenda në email. Nuk kisha 4 pika në fund të ushtrimit dhe t'i përmbahesha këtyre 4 pikave për të zhvilluar letrën time. E rëndësishme janë shenjat e pikësimit, diferenca ndërmjet letrës edhe emailit. Krijo ide të reja kur të shkruash letrën dhe jo thjesht të pohosh atë që është thënë më përpara. Shumë e rëndësishme është edhe struktura e letrës, hapja, zhvillimi edhe mbyllja. Pjesa e fundit e folura, më e rëndësishme do të thoja, kërkon korrektësi, shpejtësi. Mos lini hapësira boshe kur ju vjen mundësia për të folur. Shfrytëzojeni të gjithë minutazhin tuaj. Rrjetshmëria e të folurit tregon shumë për ju. Gjithmonë mundohuni të jeni një hap më përpara personit që keni përballë. Merreni ju situatën nën kontroll. Bëni pyetje, por gjithashtu shumë e rëndësishme të kundërshtoni dhe të jepni një mendim të ri. Për më shumë detaje mos harroni të shikoni video në YouTube, komentoni edhe këtu poshtë eksperiencën tuaj, nëse keni pyetje mund ta bëni me kënaqësi. Mos harroni të bëni follow nëse ju pëlqeu ky